Alket Rizaj, i burgosuri shqiptar që tentoi arratisjen nga burgu i Malandrinos duke marrë peng 6 roje burgu, kishte menduar një tjetër plan për t'i shpëtuar dënimit. Policia greke gjatë një kontrolli në qelinë e tij zbuloi një bombë artizanale. Pas tentativës së fundit për arratisje, Alket Rizaj ishte vënë në mbikëqyrje të rreptë nga forcat e sigurisë, të cilat identifikuan bombën dhe disa materiale që tregojnë se ai po planifikonte një tjetër largim, duke prodhuar një bombë të cilën mund ta përdorte si kërcënim për t'u arratisur sërish nga burgu. Policia greke ka ushtruar kontrolle në burgje të ndryshme në vend, ku janë gjetur telefona celular, shkopinj dhe pajisje të tjera. Ndërkaq, policia greke identifikoi personin e dytë të përfshirë në grabitjen e një taverne dhe më pas në shkëmbimin me armë zjarri me forcat e rendit në Korinth, gjatë të cilit humbi jetën një 26 vjeçare greke. Ai është shtetasis shqiptar Ermal Lita, 35 vjeç, dhe bën pjesë në grupin e të arratisurve nga burgu i Trikalas 11 ditë më parë. Policia greke kishte identifikuar edhe Marian Kolën, 36 vjeç, si pjesëmarrës në këtë ngjarje. Gjurmët e dy shqiptarëve janë gjetur në tavernën dhe në një makinë të grabitur në kërcënimin e armëve. Policia greke vazhdon operacionin për identifikimin e personit të tretë, si dhe kapjen e 3 personave që u përfshin në ngjarje. Në rrugët nacionale janë ngritur post blloqe për kapjen e të arratisurve, që dyshohet se mund të jenë drejtuar Shqipërisë.